Duke qenë se realiteti është pasqyra jonë, të përpiqemi të ndryshojmë rrethanat e jashtme apo njerëzit, gjithçka që na rrethon, është e kotë. Sepse mendojeni vërtet sikur ju po shikoni në pasqyrë. Nëse ju doni të ndryshoni reflektimin tuaj, ju duhet të punoni me veten tuaj apo jo. Mund të zbukuroheni, mund të ndryshoni veshjet, mund të ndryshoni mënyrën si keni kapur flokët, ama të gjithë veprimet kryhen tek vetja juaj, dhe jo tek pasqyra. Dhe kësaj pasqyra do të ndjek veprat tuaja duke reflektuar për shembull lukun e ri në këtë rast. Dhe ky është një shembull shumë i bukur për të kuptuar se si edhe rrethanat që na rrethojnë, individët, mundësitë, çdo gjë në jetën tonë, është një reflektim i asaj që ne kemi së brendshmi. Kështu që puna më e madhe duhet bërë me veten tonë. Dhe pasi kjo punë të bëhet, realiteti nuk do të bëjë gjë tjetër veç se ta reflektojmë mbrapsht këtë punë të mrekullueshme që ne kemi bërë me veten tonë.